Drejtori në komunikimit në Partinë Demokratike Alfred Lela. Nesti, po fjala për ty. Faleminderit zoti Lela që je i pranishëm në pak minuta, pasi keni punë të tjera, sepse programin elektoral të Partisë Demokratike do ta keni gjatë të ditës së nesërme. Mirëmbrëma dhe njëherë Merita, mund të komunikoni direkt me zotin Lela, pasi ju dëgjon dhe të vazhdoni bisedën. Atëherë shkëlqyer. Faleminderit. Lela, ngjajti pak kjo hapje fushate si e shkuara me përjashtim të fjalimit që ju e konsideroni shumë të rëndësishëm të Kris Lasivita në çeljen e sotme të fushatës zyrtare. Ju edhe si gazetar dikur për tashmë dhe si drejtori i komunikimit, çfarë përshtypje krijuat dhe a do të munden këto mesazhe që u dhanë sot të motivojnë zgjedhësit shqiptar për të bërë ato që ju kërkoni ndryshimin me 11 maj? Gjëja parë që duhet të vëmë re është entuziazmi që mund të interpretohet edhe si frym, pjesëmarrja që mund të interpretohet edhe si një tregues i asaj që do të ndodhë se mund të ndodhë me 11 maj, dhe sigurisht prania e Kris Lasivita është ajo që mund të konsiderohet qershia mbi tord. Strategu i fushatës së Donald Trump ishte sot në Tiranë për herë të dytë në një hark të shkurtër kohor për të dhënë ato mesazhe që në thelb është i njëjti mesazh, nuk mund të jesh mik i Amerikës dhe kukull e George Sorosit, dhe programi i Sali Berishës, i zgjatës i Partisë Demokratike është i qartë, është sidomos më i qartë për shkak të kontrastit të thellë që bën me mungesën e programit, e cila ju e keni parë të dëshmuar, është zëvendësuar me bufi, Kukuvajka, Këneta, Darja, Daullja, Magjistari e të gjitha përrallat pa mbret që Edi Rama rrotullon në përgojë tashmë që për vitin 2013. E kuptoj, ndërkohë deri diku jeni përfshirë edhe ju të kjo çështje e bufit, madje edhe strategjisti fushatës pati një nga postimet e tij në rrjetet sociale duke krahasuar dhe bufin me Mion për te batutave. Bufi që është shpendi që ha mint dhe simbolika aty ishte e qartë, dhe bufi me që Edi Rama do që tjetë Sali Berisha, por ama ha mint e Kënetës, siç alegoria ose simbolika e zotit Lasivita donte të thoshte, duke parë tek miu kundërshtarin e Berishës, zotin Rama në betejën e 11 majit. Zoti Rama deklaroi që do ta fitojnë edhe 11 majin dhe ndërkohë bëri një paralajmërim sonte, ndërsa ju përgatiteshit për hapjen e fushatës, që në 2030 ai nuk do të jetë kryeministër dhe paralajmëroi që kryeministre do të jetë një grua, po nga Partia Socialiste. Mirë, tani këto profecit pa thelb që i fus shqiptarët ju jap pasaportën europiane në 2027 dhe bën një kryeministre grua në 2013, në duke janë monarkike, pra janë një person që e pande veten mbreti, dhe kur je mbreti cakton cilin më këmbë të duash. Por në fakt janë qesharake dhe nuk deklarohet asnjëra as tjetra. E para nuk deklarohet, dhe dua të citoj për disa herë një kolegun ton gazetar Lut Dervishin, që thot po ky personazhi që s'ju dha dot për 12 vjet pensionistëve një abone do t'ju jap shqiptarëve pasaportën europiane. Unë mendoj që kjo batut s'ka nevojë për ndonjë koment tjetër, dhe çdo ofertë me mëkëmsa dhe pasaporta që bën Edi Rama janë në kuadrin e 3000 mashtrimeve ose 3000 premtimeve. Mund të zgjedhin cilën do të duam, që ai bën që prej 2013-s.
E kuptoj. Ndalemi vetëm pak lidhur me atë çfarë do të bëni gjatë ditës nesërme, prezantimin e programit. Ne kemi parë që ai është palosur hap pas hapi në fusha të caktuara deri tashmë që nis starti zyrtar dhe gjatë ditës së nesërme ju do ta prezantoni atë në tërësi. Çfarë keni menduar konkretisht, nëse mund të na zbuloni disa detaje? Mendoj që është një gjë, do jetë një event i cili përshëndrohet tek programi. Zoti Berisha do të ketë rolin kryesor në shpalosjen e tij dhe do të jetë një shpalosje makro, do të jenë të gjitha zërat, duke u përqendruar sigurisht tek piketat kryesore që publiku tashmë e di, janë paketa edhe mëshurisë, minimumi jetik, pensioni minimal, rroga mesatare, e gjitha me radhë, dhe pastaj tek Made in Albania, prodhimi vendas për kundër ngecjes në konsum të importit dhe dënimit të fermerit dhe produsit vendas në favor ndër të tjerë dhe të Ballkanit hapur, e me radhë. Pra do të jetë, po i quaj kështu për ta përmbledhur, spektakli i prezantimit të një programi real dhe jo spektakli që bën Edi Rama pa program, pa ide, po vetëm me mëkëmbës imagjinar dhe me pasaport po aq imagjinare që merret në 2013, në 2030, edhe pse ishte Kaja Kallas që për hir të së vërtetës ja anuloi atë që zoti Rama mban si fakt, mu në konferencën e shtypit, mu në kryeministri, mu në sytë zotit Rama. Megjithatë, me datë 14, zoti Lela,